Dy shtetas janë vënë në pranga Babe Bir pasi dyshohet se kanë kultivuar 172 bimë të dyshuara narkotike kanabisativa afër banesës së tyre në fshatin Berish. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Puk si rezultat i kontrolleve intensive në terren dhe informacioneve të siguruara në rrugë operative në kuadër të operacionit të koduar Territori Pastër për evidentimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimeve narkotike, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorëve, goditën një rast të kësaj veprimtarie kriminale. Në vijim të veprimeve hetimore, për këtë rast u ndaluan shtetasit të më 59 vjeç dhe ymë 24 vjeç Babe Bir, banues në fshatin Berish, pasi dyshohet se kanë kultivuar 172 bimë të dyshuara narkotike e kanabisativa në afërsi të banesës së tyre. Bimët narkotike u asgjësuan nga shërbimet e policisë me djegje përveç një pjese që u sekuestrua si provë materiale. Vijojnë hetimet për dokumentimin e plot të rastit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.